të radhës. Dje kemi marrë lajmin fatkeqësisht për ndrimin nga jeta të nderuarit akademikut profesor doktor Recep Qosja, dhe për këtë do të bashkëbisedoj me autorin Besnik Jaha, me cilin në nder këtë bisedë do të diskutojmë rreth jetës dhe veprimtarisë të tashmës së ndjerit profesor doktor Recep Qosja. Mirë se erdhe Besnik, është kënaqësi t'ju kem studio. Mirë u gjeta, faleminderit për ftesën. Fillimisht si e përjetuat lajmin duke pas parasysh që juve keni takuar tashmë disa herë të ndjerin? Ishte një lajm që të le pa fjalë. Një lajm i papritur, i pa dëshiruar, edhe pse pritej ikja e tij, nuk na e pranonte zemra dhe nuk donim ta pritnim. E pash që herët dhe sikur në ngrysi ditën, në e prishi ditën. Është një humbje e madhe për vendin tonë, për kulturën tonë, për letërsinë tonë? Besoj që Kosova, sidomos, po edhe Shqiptaria në përgjithësi, ka humbur mendimtarin më të madh të vetin. Ndoshta nuk është egzagerim të them që Recep Qosja ishte institucion i mendimit shqiptar. Në një periudhë kur ishte me kosto të madhe, domethënë do duhet paguaj haraqe për të thënë të vërtetën, Recep Qosja pa ndonjë llogari në mbrojtje të identitetit kombëtar, u ballafaqua me një akademi të tërë të Serbisë për të mbrojtur autoktoninë dhe identitetin kombëtar shqiptar në Kosovë. Gjë që në këtë kontekst pra mohori frerët e përfaqësimit të shqiptarit dhe për të mbetur ndoshta shembulli më i guximshëm i një rrezikimi intelektual që ka bërë ndokush në historinë 100 vjeçare të fundit tonën. Një vërtet. Juve keni pasur rastin të takoni, jo një, po shumë herë. Disa herë. Dhe përveç kësaj, e njihni mirë karrierën e tij, të bëmat e tij, veprat e tij, dhe kështu me radhë. Gjithsesi, do të ndani disa momente kyçe të cilat në një forme e karakterizojnë, e komplimentojnë gjithë karrierën e tij. Ishte i urtë. E kemi traditën e shqiptarët që sidomos kur të vdes dikush të flasin fjalë të mira për te. Unë e kam njohur përmes librave dhe identifikimin apo gjetjen e vetës të lidhja me te kam pasur përmes librave. Mirë po, siç nuk ndodh shpesh herë që pasi ta duash dikë përmes librave, kur ta takosh të mos e duash më, mua s'më ndodhi ashtu. Po. Edhe kur e takova, prapë ruajta të njëjtën gjë, madje shtova dashurinë ndaj tij, librave të tij, mendimeve, e gjeja veten në tekstet e tija, në guximin për të thënë të vërtetën, në formën se si jetonte dhe vepronte. Pra, ndoshta është e rrallë që të gjendet një figurë e ngjashme në kulturën shqiptare sidomos, që përputhet shumë ajo që ka thënë, e shkruar dhe bërë. Në përgjithësi, çfarë të ka tërhequr më shumë rreth veprave të tij? Guximi për të thënë të vërtetën, pavarësisht kostos. E përmendë edhe pak më herët? Ndoshta në këtë kontekst, themi kështu, ja kam pa sherrën në jetën time që më ka edukuar pavarësisht kostos ta them të vërtetën në çdo çast kur duhet thënë. Kur thua ja ke pa sherrën? Në kuptimin që humb njerëz përreth vetës kur thua të vërtetën. Po edhe mund të paguash ndonjë haraq për shkak të qëndrimeve që ke. Ai e ka bërë këtë dhe ka qëndruar stoikisht. Ndoshta, sidomos në Kosovë, në historinë e Kosovës, është shembulli një stoiku që
nuk llogarit pasojën për të thënë të vërtetën, për t'i qëndruar në balë, për t'ia thënë në sy kritikën dhe për të pritur mirë kuptim pas kritikës. Dhe ky është modeli që sot pikërisht na mungon. Kosova ka humbur pikërisht një shkollë, jo një person. Ka humbur shkollën e veçërimit, shkollën e mendimit shqiptar në Kosovë. Ne kosovarët mund të kishim ekzistuar si njerëz, po jo si kosovarë në formën si jemi pa kontributin e Recep Qosjes. Pa është kontributi i tij që ne na bën të kemi brenda vetës krenarim për identitetin tonë kombëtar, të kemi brenda vetës atë edukimin e trashëguar të trashëgimisë sonë kombëtare, kulturore. Këtë ka bërë me figurën e vetë polidimensionale, se nuk është figurë e thjeshtë për të zbërthyer. Pra, në kulturën tonë ishte doktori i parë i letërsisë në akademi, po ashtu dhe në letërsi, domethënë, ai në akademi ishte letrar, në letërsi ishte gjuhëtar. Në gjuhë ishte intelektual, shkencëtar. Në histori, po ashtu, në gjuhë ishte edhe historian, e në histori ishte një shembull i jashtëzakonshëm i asaj që do duhej ta bënin institucionet. Nëse merret vetëm një kontribut i tij shkencor, historia e letërsisë shqipe në 3 vëllime, 2 të botuar njëjtin vit e vëllimi i tretë 2 vite më vonë, po e kam fjalën për vitin 1986, atë kontribut, atë punë do duhet ta bënte një akademi e tërë. Pra kam mbledhur gjithë korpusin letrar të komplet letërsisë romantike shqiptare, e ka analizuar, seleksionuar, klasifikuar atë dhe gjithë çfarë është shkruar për të, dhe ja ka dhuruar gjeneratës në vijim. Ne kemi shumë të lehtë sot të vazhdojmë tutje. Fal punës ti. Ajo punë do duhej të bëhej prej një akademie të tërë. Ai e ka bërë vetë. E ka bërë i vetëm. E kemi vlerësuar sa duhet? Është vlerësuar? Jo. Sa duhet nga vendi jonë, nga institucionet përkatëse, nga... Në një postim me thash mbrëm që sa ishte gjallë nuk e njohëm, nuk e çmuam, nuk e vlerësuam sa e meritoi, po dyshoj se do ta vlerësojmë ndonjëherë sa e meritoi. I kemi librat e tij, siç e tha në testamentin e tij që borgjin ndaj tij, domethënë borgjin që Kosova ka ndaj tij, le ta thonë historianët, ekspertët, intelektualët dhe studiuesit. Kjo ka qenë edhe kërkesë e tij në fakt. Në një farë forme. Në një farë forme na e ka lënë si detyrë ta bëjmë punën vazhdim, ta vazhdojmë mendimin e tij, ta vazhdojmë publikimin e asaj pune të madhe që ka bërë ai, e që sot për fat keq gjenerata e re nuk është në dieni fare për të. Të mërzit ky fakt? Të bjen keq? Sidomos në këtë kohë, unë e them digitale, të cilën po jetojmë, kur informacionet i kemi ndoshta në çështje sekondash? Shumë njerëz nuk e pranuan testamentin e tij në formë të mirë, sepse sikur dëshironin që figura e tij të shkonte me një nderim më të madh. Ndoshta pikërisht edhe përmes vdekjes së tij, megjithëse edhe unë jam prej atyre që se kam pranuar formën se si iku në heshtje, mirë po e kam respektuar dhe e respektoj deri në fund. Në fund të ditës ka qenë kërkesë e tij edhe absolutisht. Respekti është ajo që duhet tregojmë në raste të tilla. Patjetër. Besoj edhe familja e tij se janë pajtuar, po e kanë respektuar dhe e meriton të respektohet, është vullnet i secilit. Në këtë kontekst, figura e tij supranuat shkonte ashtu sepse ishte ndoshta i fundit
prej figurave kombëtare që ishte kaq polidimensional. Dhe më nuk ka më të ati lloji. Kalibrit të tillë, po. Po, ishte, ta zëm, edhe për koincidencë, Demoqi, Kadare dhe Qosja kanë vitin e 1 të lindjes, Rogova ishte 48, ishte më vonë, po ishte shkolla 1, Po. modeli 1, që kishin të trashëguar në qenjen e tyre kulturën romantike. Prandaj edhe diku po i thonë romantiku i fundit. Ai nuk ka qenë romantik në kuptimin e kohës, po në kuptimin e mbrumjes. Qosja, sikur mori përsipër, sikur romantikët e tjerë, çështjen kombëtare. Po. Edhe në këtë kontekst, i ngjan romantikëve, dhe është i fundit. Patjetër që po. Pas ti, nuk është ndonjë figurë që i përngjan edhe afër qoftë nivelit të kontributit që ka bërë ai. Një vërtet, shumë e vërtet. Mban mend kontaktin e fundit, takimin e fundit që keni pasur me Po, sigurisht. E kam përmend disa herë edhe para se të ndronte jetë. Për koincidencë në numrin e fundit të revistës Simbol, unë nisa një seri të shkrimeve për veprën e Qosjes. Qosja ka 5 romane, unë jam nga fusha përgatitore profesionale letrar dhe vendosa të bëj një seri në 5 shkrime për veprën e tij letrare, edhe shkrimi i parë vetë se u botua dhe bënte për fjalë për veprën e tij të parë letrare prozaike, romanin Vdekja më vjen prej syve të tillë, në cilën shprehte për ndjekjen e intelektualit shqiptar në kohën para luftës, në kohën kur intelektuali shqiptar përndiqej. Dhe bëra një studim bukur në syrin tim serioze në aspekt të krahasimit me veprën e tij modest, jashtëzakonisht. Dhe këtë seri e nisa pas takimit fundit me te. Në periudhë shumë gjatë jetës time jam marrë me gjuhën, analizën e gjuhës, sidomos në veprat letrare të Qosjes dhe të Kadares. Dhe më dha një fjalë që më bëri përshtypje kur e pyeta si je, si po i kalon ditët, më tha pleqërisht. Dhe gjithmonë edhe në veprat e tij, edhe në jetë kështu, ka nxjerrë ndonjë trajt, ndonjë formë të shprehjeve jashtë standardit, jashtë kallapëve gjuhësor, e cila nuk ka pasur nevojë të shpjegohet. Pra ka qenë shumë e thjeshtë në të kuptuar, po ka qenë aq unike. Siç ka qenë edhe ai vetë në letërsi. Urtësi, mençuri. Në shqipe, fjala pleqërisht nuk kupton, ka dy konotacione, edhe të moshës edhe të urtisë. Të pleqënosh një punë. Në kuptimin që në moshën e tij i mat gjërat me ngadalë, sikur i ka matur gjithmonë me gjas, po sidomos në moshën e shtyrë. Çfarë do doje që brezat e rinj të dinë për të madhin Recep Qosja dhe ndoshta janë mësimdhënësit ata, edukatorët, të cilët një farë forme mund të kenë ndikim tek gjeneratat e reja? Unë punoj mësimdhënës tash e 15 vjet. Dhe çfarë nuk e pëlqej është sidomos logjika e përpilimit të teksteve shkollore sipas mendësisë ndoshta komuniste apo slave. Po, që ja them tash, ndoshta ju duket befasi, po në tekstet shkollore të klasës 12 mungon emri Recep Qosjes. Ndërsa është figura më reprezentative e letërsisë sonë në Kosovë. Do duhej, domosdo, të mësohej për të, për ta edukuar një gjenerat jetë e guximshme. Ky ka qenë i guximshëm atëherë kur shembujt i kemit, edhe të tjerë kanë qenë guximshëm, po u arrestuan, Demoqi që shkoi në burg 30 vjet, u kishin hoti u zhduk fare.
ndërsa ky nuk u tërhoq, po pse nuk i ndodhi këtij fati njëjtë? Fati i tij, po ky u morr, u arrestua, u morr në pyetje, u intervistua për mendimet, po ishte aq shkencor në formën e diskutimit, sa nuk mund ta ndëshkonin për shkak të qartësisë së tij të mendimit, thellësisë mendimit. Ndoshta është interesante të bëhet edhe një diskutim në lidhje me formën se si ka diskutuar Qosja. Ne shqiptarët jemi mësuar ta lavdërojmë veten shpesh. Mirë po, nuk është e shpesh kur i huaji ka thënë për shqiptarët, për shqiptarin, ky është i mirë, ose më i mirë se ne. I vetmi është Recep Qosja që serbët vetë kanë pranuar akademinë që është më i mirë se ta. Më thënë, Zoran Zomnenić ka qenë kryetari i lidhjes shkrimtarëve të Serbisë, po edhe të tjerë që e kanë pranuar që Recep Qosja është më i mirë se ta. Nuk po flas me absolutizma, sepse vetë profesor Qosja si ka dashur. Po. As me autoritarizma, edhe pse diku tingëllon kjo shkolla klasike e Rusisë e bartër për shkak të kohës, epokës, si totalitar mendime, pra e thot mendimin prej razi dhe nuk le hapësirë për diskutim. Mirë po, a i guxim për t'i trajtuar disa prej temave dhe për t'u përballur publikisht ishte jashtëzakonshëm. Pra, a i guxim na mungon të gjeneratat e reja, qofte edhe të mesme. Është shumë interesante të shihet sidomos ky guxim i bartur edhe së fundmi nga 2005 deri në 2014-15, edhe me një debat të ri përsëritur, sikur deshi vetë ligji i jetës të ndodh për të na rikujtuar se kush është Qosja dhe u përsërit me debatin Qosja Kadare. Pra, kishin filluar të harrojnë Recep Qosjen se kush ishte. Dhe sikur ndodhi që një kërkesë për ripozicionim të standardeve për identitetin kombëtar të shqiptarëve, ta bënin debat. Dhe Recep Qosja prap mori frerët në një farë forme figurative po shpreh. Dhe vendosi pikën. Mendimi i tij zyrtar i thënë në disa tekste, madje edhe në letërsi e ka bartur në një sekuencë të romanit të tij të parafundit, Bite Askujt, kur aty bëhet një diskutim mes personazhit Miran Bushati dhe Aqi Efnit, sjell komplet debatin që bëri me Kadaren në formë letrare tashmë të letrarizuar për definim final të identitetit kombëtar shqiptarëve. Pra, edhe njëherë të regoj se kush është po ai vjetri, po ai guximshmi që di dhe do t'i thot dikujt mik, po dhe t'i thot e ke gabim. Njerëzit si i ndjeri tashmë profesor doktor Recep Qosja nuk do të besin kur, fal vepratve të tij, fal kontributit të tij për vendin tonë, gjithsesi si do doje që vendi jonë ta kujtonte, institucionet ta kujtonin. Në këtë ditë zihet, cili do të ishte gjithashtu mesazhi porosia juaj? Dje ishte dita ndërkombëtare e librit. Dhe Zoti nuk vepron, unë jam besimtar i madh dhe besoj thellë që gjërat kanë një kuptim pse ndodhin. Njeriu i librit vdiq në ditën e librit për ta kujtuar çdo ditë librit, çdo vit në ditën e librit. Domethënë ne mund ta bëjmë si vend një program final me emrin e Recep Qosjes për çdo ditë të librit. Çdo vit në ditën ndërkombëtare të librit. Sepse është e papërsëritshme kjo. Su ka ndodhur gjithve. Bota evropiane konsideron ditë të zis 23 prillin e vitit 1616, ditën kur ka vdekur Shakespeare dhe Cervantesi, dy emrat më të mëdhenj të letërsisë evropiane. Ne mund ta bëjmë për Recep Qosjen. Ndërsa krejt për fund, cila do të ishte porosia juaj? Lexojmë më shumë Qosjen. Është aq i gjerë, aq oqean, sa duhet shumë për diskutu, për të njohur
mendimin e tij dhe për ta trashëguar sidomos. Kemi nevojë shumë për ta trashëguar formën e mendimit të tij. Kënaqësi që u pata në studio.